Me rastin e festës së ditës së verës, Bashkia e Vlorës organizoi mbrëmjen e së shtunës një koncert festiv për qytetarët dhe vizitorët e qytetit bregdetar. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive përpara teatrit Petromarko në sheshin Adem Jashari, ku për disa orë me radhë muzika, kërcimi dhe performancat artistike krijuan një mbrëmje të veçantë për publikun. Në skenën e ngritur në shesh performuan këngëtarët e njohur Aranit Hoxha dhe Denis Gjezo, të cilët interpretuan disa nga këngët më të pëlqyera të repertorit të tyre. Interpretimet u pritën me duar trokitje nga publiku i pranishëm, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe plot energji në zemër të qytetit. Përveç këngëtarëve të ftuar në këtë mbrëmje festive, morën pjesë edhe grupe të ndryshme kërcimi dhe artistë të rinj nga Vlora, të cilët sollën në skenë performanca dinamike dhe koreografi të përgatitura posaçërisht për këtë aktivitet. Numrat artistik u ndërthurën me muzikën live, duke kthyer koncertin në një spektakël të vërtet për publikun. Qytetarët që ndoqën koncertin me rastin e festës së ditës së verës ishin të shumë dhe të moshave të ndryshme. Në shesh u pan të rinj, familje me fëmijë, por edhe të moshuar që kishin zgjedhur të kalonin mbrëmje në këtë aktivitet festiv. Aktivitetet të tilla kanë për qëllim jo vetëm festimin e traditave shqiptare, por edhe gjallërimin e jetës kulturore dhe sociale. Festimet për ditën e verës janë tashmë një traditë e përditshme, e cila mbledh bashkë qytetarët për të shijuar muzikën, artin dhe momentet e gëzimit në hapësirat publike. Mbrëmja festive në sheshin përballë teatrit u shokirua me atmosferë të gëzueshme, ku qytetarët kënduan dhe kërcyen së bashku me artistët. Koncerti u krye kështu në një pikë takimi për komunitetin, duke sjellë një tjetër moment të bukur në kalendarin kulturor të qytetit. Aktivitete të shumta u organizuan gjatë ditës së verës, duke përfshirë koncerte, aktivitete për fëmijë dhe evente kulturore në hapësira të hapura të qytetit. Organizatorët shprehen se synimi është që këto festa të shndrohen çdo vit në një traditë që afron komunitetin dhe promovon kulturën dhe artin.